Muaji qershor ka regjistruar flukse të shumta vizitorësh në vendin tonë, ku sipas të dhënave zyrtare rezultojnë mbi 2 milion shtetas shqiptar dhe të huaj, duke shënuar rritje me rreth 4.7% krahasuar me një vit më parë. Referuar Instat, peshën kryesore të vizitorëve e zënë të huajt me mbi 1.3 milion, duke pësuar një rritje me 1.3%. Krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit kaluar. Të ndarë sipas shteteve, rajonet e hyrjes së shtetasve të huaj nga Europa jugore kontribuan me 66% të fluksit, ose mbi 822.000 vizitorë në qershor të këtij viti, ndjekur nga Europa qendrore dhe lindore me 14% të hyrjeve nga kontinenti i vjetër. Megjithatë, sipas Instat, rritja kanë shënuar dhe vizitorët nga Amerika me rreth 54.000 hyrje në vendin tonë gjatë muajit qershor. Referuar të dhënave zyrtare të Instat për gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2026, në vendin tonë kanë hyrë gjithsej rreth 5.1 milion shtetas të huaj nga 4.7 milion që ishin në 6 muajin e parë të vitit 2025. Të ndarë sipas qëllimit të hyrjes në territorin shqiptar të shtetasve të huaj, me 98% të rasteve janë për qëllime personale dhe pushime. Ky tregues në qershor të këtij viti ka shënuar një rritje me 1.6%.